Sot nuk besoj që ke dëgju diçka më të mirë se sa ky hadith. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, ai I cili e ka për qëllim ahiretin, punon që me kanë muslimani mirë me fitu ahiretin. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, Allahu ka mja grumbullu çështjen e tina, ecin punë marr mirë, edhe ka me bë pasurinë e tina në zemrën e tina. Domethënë ka me një vetën gjithmonë të pastër. Edhe ka me ardhë dënjaja e nënshtrume, domethënë s'ka nevoj me nga mas dënjas. E ai I cili e ka për qëllim këtë dënja, munohet vetëm këtë dënja me mri, Allahu ka mja shkep punët e tina, ka mja mush duart e tina me angazhim, I duke që këtë punë ju kanë shkep, edhe na keninive të thonë më kanë shkep punë diçka, edhe nuk mënet me marë prej dënjas vetëm ata që ka Allahu ka shkru për ta. Këshire musliman, kisha mbuj sa dush njerëzve që ngasin vetëm për këtë dënja. Këshire doket nashta që po shkon kështu, këshire mas 70 vjetë, nashta njani ma I thjeshti I katunit I ka punë ma mirë, se sa I cili ka pretendu që e ka zonë dënjan.